Në shkollën speciale 3 dhjetori në Shkodër është inauguruar dhoma profesionale e cila do vi në ndihmë fëmijëve me aftësi ndryshe. Kjo dhomë ka një funksion të tillë që t'i parapërgatisë nxënësit për me marrë një profesion në të ardhmen. Nëpërmjet kësaj dhome ne do të identifikojmë, po themi, talentet, aftësitë e tyre të veçanta që kanë dhe do të fokusohuna për me I zhvillu ata. Ishin vetë nxënësit e një gjimnazi që gjatë zhvillimit të praktikës profesionale pa nevoje të shkollës do u bën bashkë në hartimin e projektit që u quajt Simfonia e Jetës. Qasja e shkollës tona puna me projekte dhe mendome pse këtë projekt, pavarësisht se ne kemi marrë pjesë në shumë projekte ndërkombëtare ku kemi xhana dhe vende, pse mos ta bëjmë pranë ambienteve të qytetit ton, aty ku ka më shumë nevojë. Ishte një eksperiencë shumë e bukur, por pata vështirësinat e veta në realizimin e projektit, me vështirësina si në buxhet, si edhe në caktimin e kohës, edhe limitin e kohës që patme, por mendoj që me resurset që patme kena bë çmos që me arrit një sukses plot, edhe një dhomë që realisht shkollës I duhet. Për drejtuesin e arsimit në Shkodër, iniciativa të tilla janë për herë të nevojshme dhe krahas ndihmës vijnë edhe si mesazhe sensibilizuese. Mundësitë që shkolla 3 dhjetori I ofron këtyre nxënësve her mas here janë mundësi që janë investuar qoftë edhe nga pushteti vendor, edhe nga pushteti qendror, por kjo formë ose ky formë mbështetjeje që një institucion arsimor privat I ofron një institucioni arsimor shtetëror është pak më I ndryshëm. Si shenjë falënderimi, nxënësit e shkollës speciale përgatitën një aktivitet artistik duke dhuruar emocione për të pranishmit. Hapësira e re do të jetë në shërbim të zhvillimit të aftësive praktike dhe profesionale të nxënësve me aftësi ndryshe.